I pozicionuar në listën fituese të Partisë Socialiste të Shkodrës, Luan Harusha në intervistën e tij të parë për mediat, është prehur i privilegjuar për pozicionimin që i ka bërë Partia Socialiste, por edhe vlerësimin për të shërbyer Shkodrës. Unë jam shumë i privilegjuar në pozicionin 4 të Partisë Socialiste. Jemi këtu të kthejmë dinjitetin Shkodrës si e meriton, me gjithë këto resurse, bukura, me gjithë këto vende turistike si deri më sot nuk është interesu kush për mi i shfrytëzu. Unë kam punu në Komunë Rrethina, jam mundu me bëha para shkollës së isha, jam shumë përgjli, jo vetëm ndaj Komunës Rrethina, po i gjithë qytetarëve të Shkodrës se ju jap fjalën, pozicionin ku jam unë. Me premtimet që japun, do ta mbaj fjalën, do të punoj ditë natë që t'i kthejmë Shkodrës dinjitetin e vet. Me një të shkuar të suksesshme si drejtori Luiznit, Harusha në intervistën dhënë për Star Plus, është prehur se do të vijojë të shërbejë qytetarëve të Shkodrës. Kam qëndruar në atë drejtori vetëm 8 muaj. Kam bërë 2 fishin e punës kur Partia Demokratike ka bërë 8 vjet. Prandaj, ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Shkodrës, pa paragjykime partijake. Ne japim votën Partisë Socialiste, se jena një parti, se kena filluar punën dhe do ta vazhdojmë punën, do ta çojmë deri në fund premtimin ndaj qytetarëve.